Është arrestuar drejtoresha e ndërmarrjes publike ujësjellsi në Gostivar Artana Asani, së bashku me 2 bashkëpunëtorë të tjerë në lidhje me ndotjen e ujit në qytet. Më herët, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani njoftoi se drejtoresha e ndërmarrjes është pezulluar nga puna deri në daljen e rezultateve përfundimtare. Gjithë ato të cilat kanë rol në ndërmarrjen publike, për momentin nuk i kryejnë detyrat e tyre, sot do të dalin edhe rezultatet përfundimtare, kështu që me këtë nuk du as të fajsohet dikush pa patur faj, por gjithsesi t'i japim rrugë që ky problem të gjen epilog. Domethënë keni pezulluar në detyrat? Kemi pezulluar aktualisht kemi biseduar dhe kemi pezulluar deri në daljen rezultateve dhe deri në përfundimin. Ndërkohë, kryeministri Kristian Mickoski tha se për këtë situatë duhet të ketë edhe përgjegjësi morale nga drejtuesit e ndërmarrjes e deri te kryetari i komunës. Ако морална одговорност, апсолутно таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност, покрај тоа што претпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност. Очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност. Limani në paraqitjen e tij para mediave tha se situata në Gostivar duhet t'i bashkojë të gjithë për tejkalimin e krizës dhe kërkoi që kjo çështje të mos përdoret për qëllime politike.